Shumë jam mirë. gjenerat më e moqme, atëherë përpara kanë koha më ndryshe, e tash e kena lirien, çdo femër është e lirë. Mos pa mërmenja që ka burthët që e nalë gronë e vete nuk e lënë me pas jetën e lirë. Po, ti po thua që gjenerat e vjetët, pra trego pak periudhën kur je martu ti. Çka ka qenë për ty se fa, ose po, çka e kënaq mas shumte? Përpara, kur jam martuar, unë jam gjenova tash 60 vjet i kam. Po? Kur kena shku te familja, ma shumë nuk diune që na për det, na për me shku, me pi kafe, me dal, a këtë si kena pas, unë për vete ju, e nështë dikosh e ka pas, po në ju. Po tani unë kum paso këtu në Gjermani, tani këtu jam konë mo gjithmonë, që jam që 35 vjetë në Gjermani, ndryshe jeta është këto në Gjermani. Ate për parat kanë këshyrë njes, ku po shkën, ku po del, ku po rrën. Në Kosovë ka ndryshe jeta atëhere. Sigurisht që ka qenë ndryshe, po më thuaj diçka, në periudhën kur je martu ti, çka të ka pengu mas shumte e që shpesh ndoshta ja ke përcjell kështu burrit, ndoshta që tu ka përgjiku nata, ose vjera, nuk ka gjatë keqe nëse flasin, sepse dim që këto se në ndodhen, edhe ka ndodhë. Po, normal atëherë, as të familja s'ke guzu me shku, pa i vetë krejt, atë lejojnë me shku, po unë e këtë problem kë kum pos, se burri ka pas punu në Gjermani, veç vjera korë më ka ndalë me shku 8 meta, diçka, se kum pos këtë problem. Po, është dash me pyt vjerën. Pa e pyt, ose pa të leju vjera me shku, se vjerën, në kum pas në Gjermani edhe burrit, kam pas punu, unë mu më kam pason një 4 vite me jetua gjë në Kosovë, amo vjera është e ndjerë tashti, mos jetëm, amo se kum pos këtë problem korë. Pezo ka ndalë familjarët e me, vlëzrit ose boba, a keni ku me, edhe me ardhë pezo qika ju me neve, ka thonë, po, ose ka ardhë nona veç në vizit, nona em, mu vjerëm ka thonë që ti dush me shku, se nona ju të mërzitët, nëse shkën vetë në shpejtin, edhe ti me shku, dush me shku me nanën tonë, që sa vitet e jeton në Gjermani? 35 vite. 35 vite, në kohën e sot, me kush bë më shumë se fa, në diaspor zonjat apo ne në Kosovë? Po ma mërmenja të dy partë. Të dy partë, mos ma mërmenja asë në Kosovë që i shtypin ashtu gratis, zguzan me dal ashtu, po edhe këtu në diaspor janë të lira, po edhe në Kosovë, po se na kur shkojnë në Kosovë, unë isha edhe gjithu knaq femnat. Po pra? Isha edhe gjë femnat janë të lira se në s'ka mo, aja gjenerat e moqme ka shku mo, s'ma mërmenja që ka dikan mo që i këshyrë, veç më varët kushtët që shika. Po, mundësit që janë, po. Kushtët, në qëse edhe në Kosovë i kanë kushtët e mira, s'ma mërmenja që burri vete ndalën dikan që ti mos me dal me një shoqe, ose mos me dal me një familje, motër, ose ashka ka i din dikan. S'ma mërmenja që ka bursët që e në lën gronë e vetë. Zonë, falenderoj shumë që u bashkova në emision. Të përshëndet shumë ty edhe bashkëorten. Ditën e mirë e ka lufshin. Shumë faleminderit, për qafoj shumë tung. Qëfar zotrije i mirë,